Zotëria partita dhe qasë e timë dhe kulturës e qasë. Me gjitha të në ndihmuar në djemë në vajzat punëtorë në palodhë të gazetarë, konstituar që ju jeni tërhequr nga bojkoti i Komisionit Posaçëm të Reformës Administrative të Zgjerat. Të ma shpjeguan edhe miq që bitcoin komunikimin për pavarësisht se këtë komunikim të kemi sy në një tjetër dhe më komunikuan brëm që ju jeni tërhequr nga bojkoti. Të paktën të haber nga keni sjellë vjetë. Shoh sot që jeni tërhequr nga ajo që keni vendosur për vjetë. Paktën më ndjeni kolegë nëse unë e kam kuptuar gabim, ta nuk janë tërhequr nga bojkoti. Dhe u shoh madje jeni aq kakofonik. Sa për një çështje çore në dy vete. Minimalisht ka një rregull organizativ që çohet në emër grupit, tani jeni shpartalluar se sa ka një, sa ka qef, sa s'vin. Shpartallim. Tani ka mundësi që bëjmë një pyetje shumë të tjetër. Zonja dhe zotërinë të Partisë Demokratike aq sa keni vlerësuar. Ju angazhoheni që të merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e Komisionit të Posaçëm të Adit. Dhe të gjë keni deri në larg se kur të vijë votimi i çështjes 12 të renditës, kur të jetë vendimi. Në rast se na thoni që shkon ne do të vinë në mbledhjen e Komisionit. Jo kjo historia që i dashur kryetari, po ai ka kryetari nuk la mua se nuk kisha se të iki, po serdi se ishin sa, nuk bëhet dot me Komisionin për te, sepse eta është gjysma 16-ës. Dhe ju ka dhënë numri pa shkollë, po teta do të një bëhet nëmë që të jetë gjysma, një më shumë se gjysma. Kaq, dhe ne po ju themi, nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Në akoni këtë dhe në darë, se ju jeni në mëgjes kemi me tjera, në darë kemi me tjera. Do presin dhe në darë që të vinë në e mbrëmjes në darë, edhe kisë të vendosin dhe e përë. Shumë falenderit të përë që në ndërmonit i kundojë klasë në e këta drejtë për zërë ke nuk i kundojë. Shumë falenderit. Kene podrë të qarërosh. Dhe unë e përcaktoha, nuk ka pasur medje të vlefshme që ju të përcaktoja për jo prezencë në tonë. Medja e Komisionit thirret në konsultim me kryesin e Komisionit. Është alfa e funksionimit një Komision. Nuk ka pasur konsultim për thirrjen e medjave të Komisionit dhe nuk mund gjeni këto në konkluzion që kemi qenë ne apo jo të mbledhjen e Komisionit. Dini dotën. Prandaj kemi nevojë për çfarë. Dhe përdorim se veni 24 dhe 55 si rrethores kumonin që i referoni në projekt vendim nuk do të asgjë që ju keni drejt ti ndroni këto komisione mes rrugës si pas dëshirës dhe ekipit tuaj. Që përni ju të udhëzën, sepse ju do të bëni shërbime që Shqipëri, siç e keni bërë deri tani me ndarje sipas votave politike dhe jo sipas interesave qytetarëve. Ne jemi parti që vendimet tona janë paritet, jemi autonom. Dhe gjithë këtu, pavarësisht ngjyrave politike, kemi për detyrë zbatojmë rregulloren e vendit dhe kushtetutën. Ne ecim pas rregullores dhe kushtetutës. Faleminderit.